Kur Kuvendi i Shqipërisë miratoi në dhjetor 2025 ndryshimet në ligjin për procedurat hetimore, duke detyruar bizneset të pajisen me terminale POS deri në fund të vitit 2026, debati publik u fokusua pothuajse tërësisht te lufta kundër informalitetit. Asnjë seancë parlamentare nuk u kushtua dy pyetjeve më të rëndësishme: sa do të kushtoj ky detyrim dhe kush do të fitojë nga ai? As pyetjes së tretë, ndoshta më e rëndësishme nga të gjitha, çfarë ndodh me të dhënat personale të çdo shqiptari që nga sot e tutje zgjedh të paguajë me kartë biletën e autobusit, bukën e mëngjesit dhe çdo transaksion tjetër të jetës së tij të përditshme. Një sqarim i domosdoshëm që mungon nga diskursi publik. Ligji shqiptar nuk ndalon pagesën me kesh. Qytetari ende mund të paguajë me para fizike, por presioni institucional, kulturor dhe praktik drejt kartës po rritet sistematikisht. Edhe çdo shqiptar që zgjedh kartën, qoftë nga komoditeti, qoftë nga mos ndërgjegjësimi, po bën një zgjedhje me pasoja që askush nuk i ka shpjeguar, po si detyrueshëm Komisioni 16 herë mbi Europën. Më 25 maj 2026, shoqata kombëtare e transportit qytetas bëri publike tarifat e komunikuara nga bankat shqiptare për përdorimin e terminaleve POS. Shifrat janë të sakta dhe të dokumentuara. Komision deri në 2.70% për transaksionet me karta Visa dhe Mastercard kombëtare, komision deri në 3.20% për kartat ndërkombëtare, tarifë fikse 30 lekë ose 0.30 euro për çdo transaksion të vetëm pavarësisht vlerës së tij, komision instalimi prej 5.000 lekësh, mirëmbajtje mujore prej 1.000 lekësh, komision mos përdorimi prej 1.000 lekësh në muaj dhe kosto terminali deri në 50.000 lekë në raste kontraktuale. Rezultati aritmetik është i menjëhershëm. Bileta e autobusit urban kushton 40 lekë. Tarifa fikse bankare për çdo transaksion POS është 30 lekë. Kosto bankare e pagesës me kartë të biletës përfaqëson 75% të vlerës së biletës. Shtoi komisionin përqendësor dhe kosto reale e procesimit te kalon vlerën e shërbimit që paguan. Kjo nuk është anomali e sektorit të transportit, por pasojë e një sistemi tarifor të parregulluar, të cilin qeveria zgjodhi ta injoronte kur vendosi detyrimin e POS-eve. Krahasimi me Europën e bën problemin edhe më të qartë. Në vendet e Bashkimit Evropian, tarifat e ndërmjetme të pagesave janë të kufizuara me ligj nëpërmjet rregullore së Bashkimit Evropian 2015-751, maksimumi 0.2% për kartat e debitit dhe 0.3% për kartat e kreditit. Bankat shqiptare po aplikojnë komisione ndërmjet 2.70 dhe 3.20%, pra nga 9 deri në 16 herë mbi kufirin ligjor evropian. Shqipëria nuk ka vendosur asnjë tarifë referencë ligjore, nuk ka asnjë rregullore që kufizon çmimin e shërbimit, ekzistenca e cilit u bë detyrim ligjor nga i njëjti shtet. Banka e Shqipërisë e ka pranuar vetë të realitet. Institucioni qendror ka pranuar publikisht se kosto e transaksionit me kartë mund të arrijë deri në intervalin 2.5 deri 3%, dhe se kjo është pikërisht një nga arsyet kryesore që frenon bizneset e vogla për të pranuar pagesa me kartë. Mastercard nuk mungon në këtë ekuacion. Në mars 2025, disa muaj para depozitimit të paketës fiskale në kuvend, qeveria shqiptare dhe Mastercard nënshkruan bashkëpunimin për programin POS, i cili parashikonte shpërndarjen e 4750 terminaleve POS falas për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Terminalet janë falas për 12 muaj. Pas 12 muajve, bizneset që i kanë pranuar dhe nga të cilat tani varen do të fillojnë të paguajnë tarifat e plota bankare. Modeli është i njohur në industrinë e teknologjisë. Hyrja falas, varësia e garantuar, monetizimi i mëvonshëm. Anatomia e profilit tuaj bankar. Imagjinoni një epidemiolog. Puna e tij është të kuptojë sjelljen e popullsisë duke analizuar të dhëna agregate, cilat zona kanë incidencë më të lartë të sëmundjes, cilat grup mosha janë më të ekspozuara, si ndryshon sjellja pas ndërhyrjeve. Ai nuk njeh asnjë pacient individualisht, por nga modelet e dhënave mund të nxjerrë përfundime shumë të sakta mbi individ të veçantë pa i takuar kurrë. Bankat moderne funksionojnë saktësisht si epidemiolog, por me çdo transaksion tuaj si pikë të dhënash. Nga perspektiva teknike, çdo herë që tërhiqni kartën, banka regjistron jo vetëm shumën, por edhe kategorinë e tregtarit, vendodhjen, orën, frekuencën dhe sekuencën e blerjes në raport me blerjet e tjera. Nga akumulimi i mirë a pikave të tilla të dhënash, shfaqen modele dhe nga modelet nxirren konkluzione. Studiuesit e Universitetit të Cambridge, Michael Kosinski, David Stilwell dhe Thor Greppel kanë demonstruar se të dhënat digjitale të sjelljes mund të parashikojnë me saktësi të lartë orientimin seksual, etnin, bindjet fetare dhe politike, tiparet e personalitetit, inteligjencën, lumturinë, përdorimin e substancave, ndarjen prindërore, moshën dhe gjinin. Ata e arritën këtë duke analizuar vetëm Facebook likes. Të dhënat e transaksioneve bankare janë shumë herë më të pasura, më të sakta dhe më të vazhdueshme. Shembulli konkret bëhet i qartë kur shikon se çfarë mund të inferojë një sistem analitik bankar nga sekuenca e zakonshme e blerjeve të një qytetari të zakonshëm. Personi që blen ibuprofen çdo të hënë, kafe në sasi të mëdha çdo mëngjes dhe ushqim të shpejt pas mesnatës, pa hyrë kurrë në palestër, ndërton automatikisht një profil rreziku shëndetësor. Personi që blen libra dhe revista nga dyqanet të caktuara, adhuron rregullisht tek organizata të caktuara jo fitimprurse dhe frekuenton restorante të komuniteteve të veçanta, ndërton një profil kulturor dhe potencialisht fetar. Personi që bën blerje në orë të pazakonta, në vendodhje të ndryshme, me frekuencë të rritur të restoranteve dhe hoteleve gjatë fundjavave
kur karta familjare është aktive në supermarket ndërton një profil sjelljeje personale. Asnjë nga këto inferenca nuk paraqitet te klienti si konkluzion eksplicit. Ato jetojnë brenda algoritmeve të bankës dhe ndikojnë mbi vendimet që banka merr mbi atë person. Norma e interesit të kredis, kufiri i kartës, ofertat e produkteve dhe siç e dokumentojnë në raportet ndërkombëtare, ndonjëherë edhe vendimi nëse personi sinjalizohet si rrezik. Supervizori Evropian për mbrojtjen e dhënave në raportin teknik të vitit 2021 mbi pagesat me kartë ka konfirmuar se aktivitetet e profilizimit mbi të dhënat e transaksioneve mund të prodhojnë kategori të veçanta të dhënash, pra të dhëna mbi shëndetin, bindjet fetare ose orientimin seksual, të cilat sipas GDPR gëzojnë mbrojtje të shtuar dhe kërkojnë pëlqim eksplicit për të procesuar. Bankat shqiptare nuk kanë bërë publike se cilën bazë ligjore invokojnë për analizën e profilit të shpenzimeve të klientëve të tyre. Tregu ndërkombëtar ka kthyer këtë kapacitet analitik në produkt tregtar të hapur. Një zinxhir i madh i ushqimit të shpejtë ka gjeneruar $15 milion të ardhura shtesë duke blerë të dhëna transaksionale nga një bankë amerikane dhe duke i kombinuar me të dhënat e veta operacionale. Tregu global i analizës së të dhënave bankare i vlerësuar në $16.4 miliard në vitin 2024, pritet të arrijë $35.1 miliard deri në vitin 2033. Qytetari shqiptar nuk përfiton asgjë nga kjo industri, ai paguan komisionin, ofron të dhënën dhe nuk merr asgjë në shkëmbim. Trekontshi mbikëqyrjes tatime banka prokurori. Industria bankare është vetëm një nga 3 aktorët institucional që pas detyrimit të posteve kanë akses të zgjeruar në të dhënat e transaksioneve të çdo qytetari shqiptar. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ndërmjet sistemit të fiskalizimit ka akses në kohë reale në çdo faturë elektronike të lëshuar në Shqipëri. Çdo transaksion post gjeneron një faturë fiskale elektronike. Kjo do thotë se DBT-ja ka akses ligjor dhe teknik në çdo blerje të çdo qytetari që paguan me kartë, duke përfshirë kategorinë e produktit, vlerën, dyqanin, datën dhe orën. Ky akses u justifikua si nevojë e luftës kundër evazionit fiskal dhe është legjitim si qëllim, por infrastruktura teknike e ndërtuar për atë qëllim ka kapacitete shumë të gjera se qëllimi i deklaruar. Prokuroria ka akses në të dhënat bankare nëpërmjet urdhrave gjyqësor, të cilët sipas legjislacionit shqiptar aktual mund të lëshohen pa njoftimin e subjektit që hetohet. Ky akses nuk është hipotezë. Shqipëria ka parë tashmë raste publike ku prokurorët kanë ndërtuar akuza duke u bazuar ekskluzivisht në të dhënat e rezervimeve dhe pagesave me kartë bankare, pa pasur nevojë për asnjë dëshmi fizike apo testimoniale. Banka tregtare është aktori i tretë. Ajo ka kapacitetin analitik më të zhvilluar nga të tre, sepse disponon jo vetëm të dhënat e transaksioneve, por edhe kontekstin e plot financiar të klientit, historinë e kredis, lëvizjet e llogarisë, modelet e kursimeve dhe borxheve. Ndryshe nga shteti, banka nuk ka as detyrimin ligjor të njoftojë subjektin kur analizon të dhënat e tij për qëllime komerciale. Ky trekëndësh DPT, prokurori bank, krijon një infrastrukturë mbikëqyrje financiare potencialisht totale. Ajo nuk u ndërtua me një ligj të vetëm, u ndërtua nëpërmjet akumulimit gradual të kompetencave të shpërndara. Çdo njëra e justifikuar nga arsye të ndryshme dhe të ligjshme. Efekti agregat është i njëjti. Asnjë qytetar që paguan me kartë nuk mund të jetë i sigurt se transaksioni i tij mbetet privat. Dimensioni i rrezikut bëhet edhe më konkret kur merret parasysh konteksti. Një infrastrukturë mbikëqyrje financiare e ndërtuar në kushtet institucionale të Shqipërisë është potencialisht edhe instrument presioni ndaj gazetarëve, aktivistëve, biznesmenëve dhe figurave politike. Të gjithë atyre që kanë arsye ta konsiderojnë jetën e tyre financiare si çështje private, ligji që nuk zbatohet. Shqipëria ka në letër një nga kuadrot ligjor më të avancuar të rajonit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji 124/2024 për mbrojtjen e të dhënave personale i hyrë në fuqi në janar 2025. Alineohet plotësisht me GDPR-in evropian. Ky ligj parashikon të drejtën e qytetarit për të ditur si përdoren të dhënat e tij, të drejtën e fshirjes, të drejtën e kufizimit të procesimit dhe gjoba deri në ekuivalentin e 4% të qarkullimit global vjetor të subjektit shkelës. Realiteti i zbatimit është tjetër. Gjatë gjithë vitit 2025, komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale vendosi vetëm 2 gjoba ndaj subjekteve private. Në 2 muajt e parë të vitit 2026 vendosi 6, 8 gjoba totale ndaj subjekteve private brenda 14 muajsh, ndërkohë që njëkohësisht po instalohen qindra mijëra terminale post të reja dhe po krijohet fluksi më i madh i të dhënave personale financiare në historinë e vendit. Asnjë investigim i njohur publik nuk është nisur ndaj bankave shqiptare për mënyrën se si ruajnë, analizojnë dhe ndajnë të dhënat e transaksioneve të klientëve të tyre. Asnjë bank nuk ka bërë publike politikën e plotë të procesimit të dhënave të transaksioneve, duke përfshirë për sa kohë ruhen, me kë ndahen dhe cilat analiza kryen mbi to. Ndeku midis ligjit dhe zbatimit pasqyron raporte force. Industria bankare është e organizuar, e financuar mirë dhe e pranishme institucionalisht. Komisioneri është institucion i ri me burimet kufizuara. Ministria e Financave është bashkëpunëtore e industrisë bankare në projektimin e reformave dhe qytetari subjekti i të dhënave nuk e di se çfarë të dhënash prodhohen mbi të çdo herë që hap kartën. Zgjidhja ndaj kësaj situate nuk është politike. Kërkon një qeveri që vendos tarif referencë ligjore për komisionet bankare, një komisioner me kapacitet real zbatues dhe një debat publik të sinqert mbi koston reale të digitalizimit të imponuar. Asnjëra nga këto tre nuk është në agjendën e institucioneve shqiptare sot. Ndërkohë paraja fizike mbetet e vetmja
mënyrë pagesës që nuk prodhon të dhëna, nuk krijon profil dhe nuk mund të analizohet. Ky nuk është argument kundër modernizimit, por për të drejtën e zgjedhjes së informuar.